Jemi këtu studio me përfundu javën me lojmet e mira të fundit se për këtë kësë lajmi mirë umet, para mendoj, lajmi mirë umet me pop me një vend si Kosova me 1.700.000 banor, lajmi mirë mas një mujt dite, man fund mu bo publike rezultatet. KSZ-ja po të qashtu, për me marrë vesh, zdo zho rrëdhë KSZ, sonde e kom Eugen Cakollin prej Këdis, më rrama Eugen Mjusirën dhe mision. Mirë se gjej, falimderit për ftesën, Fidan. Që po të përgëzoj, prej emisionit parja ke qëllun se cilin prognozën, se cilin qëllim, se cilin qëndrim që e ke pas edhe për rezultatet edhe për to. Eugen, sa është e besueshme këto që e po Valmiri parë, Valmiri Lezi, zëllën si KSZ, ta që ekzistojnë zasat, domethënë deri nesër, me u shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, jo certifikimi, por shpallja përfundimtare rezultateve. Edhe pse, Fidan, në këtë proces zgjedhor nuk është se KQZ-ja ju ka nejt mas fjallëve sidomos sa i përket rezultateve, administrimit procesit, shpejtësisë e tjera, prapë besoj që në fakt nesër, unë bilen nuk e kuptoj pse nuk është bërë sot, për shkak se teknikisht e proceduralisht, KQZ-ja ka pas mundësi që qysh sot i shpallë rezultatet përfundimtare, cilat janë veç hapi parë në një seri të procedurave tjera para se të përmbyllën tërsi procesi zgjedhor, e këtu pa supozu as pa aludu që mund të ketë ose jo vendime ose nga PZP ose nga Supremja për na i rinumrim, anulim ose diçka tjetër. Vi thatë visë është hapi fillestar, ka dhe shumë procedura tjera. Me si të rritëm së farën të shku punët, kur ta mërmejna që kemi pasë certifikimin zyrtar të zgjedhjeve. Kemë nëllë temat dhe veçantë, edhe me ankesa dhe me këto dhe përsëritje. Me si të rritëm. Kështu, nëse nesër shpallën rezultatet, janë të paktën 12 ditë afat ligjor që PZP-ja edhe Gjykata Supreme me vendos për çështjet caktume. Unë pres nëse... 12 ditë prej nesër. 12 ditë prej nesër, kur shpallën, pra janë 12 ditë, 6 ditë i ka ko PZP-ja, prej cilave janë 48 orë për ankesa, e që unë pres minimalisht 100 ankesa, pra unë pres që numri ankesave ta kaloj numrin 2 shifror, pra do t'jetë sigur 3 shifror, unë besoj që... 3 shifror ankesa, subjektive politike. Ose kandidatve tyre. Ose kandidatve. Për shkak se nga që kemi pa në këtë periud, pra ka një numër jashtëzakonisht madh të kandidatve cilë kanë shprej paknaci, mosbesim, kanë hedhë dyshime, madje ka pas aludime të rana për manipulim të procesit sidomos ati jashtë vendit në përmasa industriale. Kështu që unë besoj që numri ankesave do t'jetë jashtëzakonisht i madh dhe që PZP-ja ka 4 ditë kohë, pra përveç 2 ditëve për partitë e kandidatët që me i parashtru ankesat, PZP-ja i ka 96 orë, pra 4 ditë kohë për me vendosë për këto. Nëse PZP-ja e rëzon, kanë të drejtë mi asu Supremës, Supremja sa e ka kohën? Edhe Supremja e ka 6 ditë, pra 2 ditë kanë kohë për ankesë dhe 4 ditë Supremja. Problemi prej nesër, 12 ditë, edhe Supremja dhe PZP-ja ka për obligim dhe detyrë të gjitha ankesat mi para mi mishirtu. Po, mishirtu dhe me i dhonë epilog, po çështja është nuk e dim, edhe unë besoj që kushdo që jep si me thonë, prognoz, gjosat jenë shumë doja me ahuq, për shkak se në ratë parë, shumica e vendimeve të PZP-s në rastin e fundit nuk i ka trajtu tazëm ankesa e lëvizjes dhe vendosje për çështjen e votimit jashtë vendit. Vendimi i PZP-s në këtë rast nuk ka qenë për me refuzu ankesën në bazë meritave, ka të thjesht nuk është afati për me parashtru këtë ankesë. Që i bjen partitë politike, në këtë rast edhe ankesa në fjallë, po edhe 10 e 100 kandidatë të tjerë, po edhe subjekte tjera politike, kanë me parashtru ankesa për cilat PZP-ja tash është obligume me ulçu në meritat të ankesës. Pra, jo me këshyr është e afaqshme, pasafaqshme, po thjesht du të me ullë me pa në bazë të provave, a ka mjaftueshëm prova për me anullu të azëm procesin. A ka mjaftueshëm prova deri me tani për çështjen në bazë monitorimit që keni pas për çështjen e votave me post? Edhe pse si demokraci në veprim nuk e kemi pas misionin edhe jashtë vendit, pra nuk i kemi përcjell këto vota, në bazë të provave të cilat janë dorëzuar në PZP, është shumë problem që të merren ndonjë vendim për anulim, për shkak se shumica e tyre e trajtojnë pjesën statistikore, po për shembull pretendojnë që nuk ka trend të rregull sikur në Kosovë, që nuk është bazë mjaftueshme për me konstatu parregullsi. Madje ka qenë një rast në gjykatën